U frymëzova të përgatisja këto biskotat super të shkrifta që kisha provuar kur isha në Umra, dhe shkaktari për këtë u bën këto organizueset që bleve home product. Nuk e prisja që do kishte këtë cilësi, pjesa e poshtme ishte xham dhe kishte një mbyllje hermetike. I hoqa nga qesja, i lava, i thava dhe më pas i vendosa erzat në të. Mua më nevojitet shumë sepse i përdor shumë erzat, po ju çfarë erzash përdorni? Vendosa 3 erzat që do përdor sot: ginger, kardemuma dhe kanell, rigon, piper të zi, shafran, kanell dhe piper të kuq të ëmbël. Dhe mos të flasim për bukurinë që mas bukuroj kuzhinën. Receta e biskotave do miell, semolina, gjalp dhe vaj. I përziejm dhe më pas i vendosim në frigorifer, i nxjerrim nga frigoriferi, lëm në temperaturë ambienti, i vendosim sheqer pluhur, miell, baking powder, një shtec qumësht. I përziejm mirë me duar, më pas formojmë mbushjen. Mbushja do bëhet me hurma arabie dhe erza si ginger, kanell dhe kardemuma. Përdorni vetëm kanell nëse s'keni. I formojmë toptha dhe më pas vazhdojmë me mbushjen e dytë. Lethi, sheqer, gjalp dhe pak ujë. Më pas i formojmë dhe ato si toptha. Marrim nga pjesa e brumit dhe e shtypim e bëjmë një petë të hollë. Vendosim brenda saj topin me hurmë dhe më pas e mbyllim. I bëjmë një zbukurim të vogël nëse kemi dëshirë dhe i vendosim në tepsi me 1 letër pjek. I vendosim në një furrë të parangrohur dhe i lëm për 20-25 minuta derisa të na piqen. I servirim në një pjatë. E këto biskota shkojnë më shumë kur fton njerëz në shtëpi dhe i shijoni të gjithë së bashku. Nuk di ç'ju them për shijen, ishin perfekte, më të mira se ato që kam provuar në dyqan. Provojeni dhe më thoni recetën dhe e keni poshtë.